Çfarë i ndodh trupit kur konsumojmë peshkun ton? Përfitimet dhe rreziqet që duhet i dimë. Peshku ton i konservuar është një nga produktet më të përdorura në ushqim, pasi është i shijshëm, i lirë dhe i lehtë për t'u kombinuar në shumë gatime si sallata, sanduiç apo makarona. Ai është i pasur me proteina të cilat ndihmojnë në ndjenjën e ngopjes për më gjatë dhe mund të ndihmojnë në kontrollin e peshës. Gjithashtu përmban omega 3 që janë të dobishme për trurin dhe shëndetin e syve, duke ndihmuar në përmirësimin e kujtesës dhe uljen e inflamacionit. Megjithatë, konsumimi i tepërt i tonit nuk rekomandohet. Ai mund të përmbajë sasi të natriumit që shkaktojnë fryrje dhe mbajtje lëngjesh në trup, sidomos kur konsumohet shpesh. Një tjetër rrezik lidhet edhe me përmbajtjen e mërkurit, një substancë që në sasi të larta mund të jetë e dëmshme për organizmin. Për këtë arsye, ekspertët këshillojnë që të konsumohet me masë dhe të mos abuzohet me të çdo ditë. Po ashtu, toni konservuar në vaj ka më shumë kalori dhe yndyrë, ndërsa ai në ujë është më i lehtë për ata që duan të ruajnë peshën. Në përgjithësi, toni konservuar mbetet një ushqim i dobishëm, por duhet konsumuar me kujdes dhe në sasi të kontrolluara.